Mirdita. Sot jam para jush për të faktuar me studimet porositura nga Edi Rama tiranin mediatike ndaj opozicës shqiptare në Shqipëri. Edi Rama para pak kohësh me paturpsi ekstreme dhe theksoj se kur nuk ke turp bën çdo gjë dhe thuhet çdo gjë, u paraqit para shqiptarëve dhe opinionit ndërkombëtar si qeveri e një vendi në të cilin mediat ishin të kapura nga opozita. Në shkallë ekstreme pa turpsie, a ju referua një studimi që provon absolutisht të kundërtën në raport me opozitën, provon tiraninë e mediave të kontrolluar nga Rama ndaj opozitës, sipas të cilit mediat në 67% të tyre qenë kanë për opozitën dhe vetëm në 30% për qeverinë. Një deklarat të tillë mund ta bëj një njeri që ka humbur kontrollin psiqik, por jo nga smundja, nga transformimi i tij i tmerrshëm psikologjik. Studimin fjalë që referohet Edi Rama nuk ka asnjë lidhje absolute me studimin e kapjes së mediave. Jo dhe jo. Kapja e mediave ka treguesit e vet. Dhe nuk ka media me të kapura në Europë se mediat private në Shqipëri, s'po flas për shtetrorin, po, të cilat marrin titullin e investitorit strategjik, të cilat marrin dhurata 4500 metër katror tokë në mes të Tiranës, e lënë për gjimnaz. Nuk ka media me të kapura në botë, të cilat ushqehen me leje të paligjshme për ndërtimi, të cilat, siç është faktuar, marrin miliona euro nga tendrat e rrugëve dhe të punëve publike me qëllim në vetëm të mbrojnë qeverinë dhe të sulmojnë opozitën. Nuk ka një zyrë tjetër të faktuar e cila drejton jo vetëm lajmin, por drejton edhe editorialet. Raportet pavarura të vërteta që kanë studiuar kapjen e mediave kanë treguar se ato 90-93% e tyre në lajme dhe editoriale kontrollohen nga qeveria dhe janë për qeverinë. Por tani, le të ndalemi pak tek studimi diellës që i referohet Edi Rama. Kemi të bëjmë me një metodë e cila quhet
metoda e studimit të zërit, të përmendjeve. Pra, sa herë përmendet kjo apo ajo parti, personalitet, apo çfarë do qoftë tjetër në raport me tjetrin. Pra, nuk kemi të bëjmë. S'ka asnjë lidhje me kapjen. Ka thjesht përmendjen. Kush përmendet? Dhe në këtë mes, pra sa përmendesh në lajmen editoriale, jo këtë tjetër, pra. Këtu, mesatarja e PD-s 63%. Shikoni. Kampion Ballkanuebi, pas birësimit të Ervin Saljanit. Se Saljanin e kanë futur dhe aqërin PD-s. Apo tjerë. Vjen AC2-shi edhe ky, po me ato qëllime të treta, e treta pro Partisë Demokratike si pas Edi Ramës, është famozja Java, portali më ekstremist shqiptar. Shikoni kush është. Pastaj vjen Ymer Çorapja, aleati i madh i cili ka në çdo numër të portalit minimumi 2 ose 3 artikuj për Sali Berishën. Shikoni çfarë mashtruesi ordiner çfarë mashtruesi ordiner ti thuash çdo gjë, po s'po e prishgojnë time. Pra vjen gazeta e Ymer Çorapës. Pro Partisë Demokratike, e kapur nga Partia Demokratike si pas Edi Ramës. Pastaj vjen Albeu. Pastaj vjen TV Klani me 63%, Top Channel me 62%, Shqiptarja.com me 62%, Vision Plus me 60%, Telegrafal 60%, Gazeta Shqip me 59%, dhe më hire plot, Gazet Bomba, që është kjo? News Bomb, me plot mëshirë 56%. E kuptoni ju? Mediat që sulmojnë më shumë opozitën nga mëngjesi në darkë, mediat që janë pjesë që unë i kam denoncuar para jush, shumë kohë përpara, janë pjesë asaj tiranie mediatike kundër opozitës, janë pjesë e sistemit persekutimit politik ndaj opozitës, pjesë e shpifjeve dhe trillimeve monstruoze ndaj saj, vlerësohet nga Edi Rama si media pro-opozitare me në krye Ymer Bazen, Carlo Bolinon. E kuptoni ju tani se çfarë skandalozi është ky njeri, i cili përqinjen e përmendjes në media e paraqet si dëshmi të kapjes medjave nga opozita. Por kjo dëshmon, kjo i bën nder opozitës. Se kjo dëshmon se opozita e vërtet ka qëndruar në mënyrë më të fuqishme. Ka qëndruar e pamposhtur. Kjo dëshmon se pavarësisht se reagimet e saj ndaj të gjitha akteve kriminale, korrupsionit,
shpifjeve, trillimeve, kanë qenë të fuqishme dhe opozita ka qëndruar pa mposhtur. Pra, kjo është e vërteta e mediave dhe unë këtu kam një falënderim për një portal apo gazetë Citizenal, e cila i ka bërë një analizë të ndershme, të paanshme, këtij raporti të prodhuar nga djella e Edvin Kristaq Rams. Tani, mund vazhdojmë me tutje. Berisha në krye, 54%. Ja, këto i ka partit. Një tjetër të lutëm. Kjo është e bukur shumë. Edi Rama e nxjerr veten më mirë se Franca dhe Gjermania. Nuk janë, thot Lukashenko, këto janë në Bielorusi me media shtetërore, nuk janë Putini, nuk janë Hungaria, Orbani, nuk janë as Erdogani, as Vučići, por del dhe më mirë se sa Mersi dhe Macroni apo Franca dhe Gjermania, të cilat studimet e tyre janë me metodologji krejt të tjera, krejtësisht të tjera, po për te nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që të paraqes grafiqe mashtrimi i turpshëm. Vazhdo tjetër grafik? Kjo është e bukur. Këto e në Partinë Demokratike, këtu natyrisht zotron, si që shifni, Rama dhe Balluku janë absolut. Vazhdo me tjetërën. S'ka që, mirë. Pra, ky është rasti më klasik i shpërdorimit të urtësisë artificiale, e cila në vetvete nuk ka asnjë gabim në atë që thot. Por në fakt, rezultatet e saj nuk kanë asnjë lidhje me kapjen apo jo të mediave. Janë metodologji krejtësisht të tjera, ato që përdoren për kapjen e mediave dhe që kanë provuar se në Shqipëri qeveria kontrollon 90%, 92% të mediave. Shikoni se si Edi Rama, kaloj edhe njërë, jo maja këtë shumë, se si Edi Rama, duke paraqitur pro-opozitar Ymer Çorapen, Carlo Bolinon, e tjerë, kërkon të mashtrojnë shqiptarë dhe botën. Nuk ka turpës, nuk di që bërë. Së dyti, sot ai, me një gjuhë ordineri, prej gangsteri, reagon ndaj protestës dhe lidhur me udhëtimin e tij në Zvicër. Ai zotohet dhe stërzotohet se ai dhe bashkëshortja e tij s'kanë udhëtuar kurrë për qëllime private me paratë shtetit. Unë i them se ti je një mashtrues jo 2 metra i gjatë, po 2 kilometra i gjatë. Dhe në qoftë se ta mban,
hajde lejo të krijojmë komisionit të analizojmë 140 udhëtime me Ismailin në dispozicion, sa kanë qenë zyrtare dhe sa kanë qenë private dhe familjare. Po ti s'ke turp dhe ti çdo fjali do të nxjerrësh një mashtrim. Urdhro do ta mban. Pse nuk lejove komisionin hetimor parlamentar për 140 udhëtimet tuaja në 2 vite që i kushtuan vendit 23 milion euro? Dhe tani betohesh nga atje që unë s'kam udhëtu kur me parat të shtetit, me udhëtime private. Na nxirr pak faturat 200 apo 300.000 euro që ke paguar Ismailin ti nga xhepi yt në 140 udhëtime. Ndërkohë në 2 vite, presidenti i Shteteve të Bashkuara ka udhëtuar 73 herë, jo presidenti Donald Trump, por ata që kanë në 4 vjeçar. Na thuj pak. Është lehtë të përdorish shprehje gangsteri dhe kujton sa me atë bësh më i besueshëm. Hajde të vërtetojmë se cila është e vërteta. Se me ato udhëtime ti akuzosh se ke transportuar para. Ka tjerë që thonë drogë. Nuk e thënë dot. Nuk i kam faktet. Për para po, të sfidoj. Urdhro. Të krijojmë komisionin. Që nesër po deshe. Dhe tani, vërsulesh me gjuhë gangsteri, se unë i tillë e atil s'ka udhëtuar ndonjëherë me parat pa avionin, me çfarë parash e ke paguar ti? Në një kohë kur kancelari i Austrisë në udhëtime zyrtare udhëtonte, tani nuk e di, s'mund të them, po përpara udhëtonte me linjë tregtare. Po, Austria është një vend shumë herë me i pasur dhe me të ardhura ndër më të lartat. Ndaj dhe i kërkoj urgjent të lejoj komisionin. Krijimi i komisionit do të mundësonte transparencën e plot para shqiptarëve. Së fundi, vazhdoj me Lubi Ballukun. Burime të informuara, qytetar digjital, me informojnë se Lubia ka bërë 3 udhëtime me skaf në Greqi, duke shmangur kontrolle policore, dogana dhe çdo gjë. Nuk mund të them se kush kanë qenë skafistët. Do përpiqem, por burimet thonë se ajo ka bërë 3 udhëtime me skaf, të mbushur plot. E kuptoni ju vetë se me çfarë mund të jetë mbushur skafi. Së fundi, e shtrova dhe dje, e shtroj dhe sot, dënoj me forcën më të madhe
mbrojtjen që i bëhet qeveritarit të Arubës. Kam vlerësua dhe vlerësoj hetimin e kësaj dosje, nxjerrjen e listës së biznismenëve të implikuar në këtë dosje dhe trafikantëve. Por, nuk pranoj kur dhe nuk pajtohem kur fshehjen e qeveritarve apo qeveritarit të pranishëm në takim. Sepse është pikrisht kjo prani që fakton se Edi Rama është kreu i narkoshtetit. Se Edi Rama dërgon qeveritarët e tij në takime me grupet me bost e drogës dhe i garanton ata për investimin e parave të tyre të krimit në Tiranë dhe në Shqipëri. Denoj me forcën më të madhe Altin Dumani sillet para shqiptarëve sikur ky është një hetim privat. Kryer një akt të turpshëm. Se çdo shqiptar e din që